Raporti i fundit nga kontrolli i lartë i shtetit evidenton se që nga viti 2017 nuk ekziston asnjë marrëveshje gjithëpërfshirëse mes përdoruesve dhe agjencive të administrimit kolektiv. Procesi i negocimit ka dështuar në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk ka asnjë kërkesë zyrtare pranë Këshillit Kombëtar për të drejtat e autorit, KKDA, për rishikimin e metodologjisë së tarifave, ndërkohë që kuadri ligjor nuk ofron asnjë mekanizëm zgjidhjeje për këtë ngërç. Pikërisht ky është edhe një ndër problemet për të cilët autorët kanë ngritur zërin pranë redaksisë së vetting për agjencinë Alba Autor, që lidhet me faktin se si vlerësohen këto pagesa. Nuk di kush janë këta njerëz që menaxhojnë këto lek, nga i marrin, si i shpërndajnë, me çfarë kriteresh, nuk e di, është një kontraktim i përgjithshëm, ajo që quhet gjuhën popullore top tançe, marrin ata ça lek, nuk e dim sa, dhe nga ato lek një pjesë të vogël ose qoftë të madhe xhanëm, por në mungesë të transparencës e rishpërndajnë edhe më vjen mua apo kolegëve të mi një sasi që është gati për të nuk kemi dhe mundësi për ta refuzuar, se nuk dim me këtë komunikojmë. Një dashuri gëzimin të përcjelli në rrugë me mira sy si zosh me të rina ladrojnë po grus që të na shtëpi një dritare sate një diell, një jetë, një kaltërsi. Për çat presim neve kur vet Elva Margaritin kohën që ishte ministre kulture, pa më pyetur, pa më respektuar, ma merr mua këngën në shtëpinë tonë edhe gjatë një javë rresht, për 10 orë në ditë sa arrin ai seksioni i arkitekturës në Bienale di Venezia, e shfrytëzon 10 orë në ditë, një javë rresht, kupton, edhe as të pret, as të respekton, as të paguan. Sipas avokatit Evjen Dako, ka raste plot të disa veprave shqiptare që kanë shikueshmëri të lartë dhe ekspozohen në vende ku duhet të veproje drejta autorit. Për shembull, unë marr mos gabojmë kur pash emisionin, marr Zef Çobo. Në njëjtën kohë marr edhe autorin tjetër, më fal për emrin që s'po, Naim Gjoshin. Këngët e tyre mjafton që ti të shikosh vetëm ditët kur transmetohet ndeshjet kombëtare. Pra ti automatikisht je ke një përdorim të tyre. Në çdo rrjet social është ajo këngë. Në çdo radio janë ato këngë. Dhe mjafton ti llogarisesh pra ditë. Tani se si ti do e bësh monitorimin, kjo është detyra jote. Në komunikimin me drejtorin Muka të Alba Autor, ky i fundit deklaron se janë autorët që vendosin për shpërblimet, ndërkohë që vlerësimi financiar bëhet nëpërmjet shikueshmërisë nga publiku, pra në bazë të kërkesës. Ju grumbulloni të ardhura, artistët kanë denoncuar faktin që marrin shumë pak të ardhura. Edhe tregojnë që marrin diku te 100.000 lekë në vit, domethënë një gjithë vitin marrin 100.000 lekë në vit. Si bëhet kjo shpërndarje? Mund të më shpjegosh të lutem? Nga vin të ardhura, vin nga portali unik, nga puna e portalit unik drejt autorit. Si bëhet shpërndarja e të ardhurave tek artistët? Çfarë bazë vlerësimi keni ju që disave ju jepnin pak, disave më shumë? Si vendos ka dikush sa do shpërbleka, kur të ardhurat kjo bazohen tek e drejta e autorit, tek shikueshmëria. Ka një mënyrë zgjedhje në bazë të monitorimit ku përfshihet qoftë YouTube, qoftë nuk e di diçka, një lloj monitorimi që e kanë vendosur vetë autorët. Dhe kjo është përgjigjja dhe domethënë e vendosin vetë. Pra e vendosin vetë shpërndarjen, por fakti që ata autorë kanë marrë 100.000 lekë vjetra, një autor i mirë ka marrë 100.000 lekë vjetra. Ka vendosur gjithë artistët kanë rënë dakord. Po. Është e habitshme se si autorët vendosin se kush do marrë dhe sa do marrë në qoftë se të ardhurat varen nga shikueshmëria. Si mund të marrë një autor që ka krijuar dikur dhe nuk kërkohet nga publiku, njësoj me një autor që është akoma i kërkuar? Për shembull, ka disa këngë ose këngëtar, të cilët me një këngë janë pasuruar. Kjo ka të bëjë me Gangnam Style, mos gabojmë është Despacito, pra ka disa këngë që ata këngëtarë si ishin dëgjuar ndonjëherë. Pra nuk lidhet me se sa këngë ke për ti, por se sa përdoresh ti. Çdo artist, po më jap shembullin, agjencia e artistëve interpretuese Gdie në faqen e saj çdo vit
në përfundim të vitit publikon listën e veprave që janë përdorur në një vit kalendarik. Dhe secili artist kur merr pagesën për kace në fund të vitit X apo Y lek, dikush merr shumë, dikush merr pak, sepse varet nga shpeshësia e përdorimit të gjithë secilit artist, por ka mundësinë të futet në faqen e Agdis dhe të shohë listën e veprave, ka vepra të tij të përdorura për cilat ai nuk e ka marrë shpërblimin. Sipas artistëve, kjo nuk është ajo që po ndodh realisht, pasi ata marrin shumë qesharake, ndërkohë që muzika dhe këngët e tyre vazhdojnë të dëgjohen me intensitet nga publiku shqiptar. Unë jam mësuar të flas drejt për drejt dhe vazhdoj të flas kështu. Jam dhe shumë i fyer që të arrit të bëj këtë diskurs për disa nga kolegët e mi që punojnë atje. Pastaj le të merret prokuroria, ata që e kanë për detyrë të zbulojnë shkeljet, por ne si autor ka ardhur koha të themi të gjitha çfarë na mundojnë. Pse çdo vit sa herë bëhen këto pagesa qesharake, vetëm atëherë ne kujtohemi për të thënë po na vjedh. Për të zbuluar më shumë, Veting foli me drejtorin Muka se si kryhet monitorimi dhe pse shpërndahen kaq pak të ardhura, ndërkohë që Alba Autor te kalon shpenzimet në shkelje të ligjit numër 35/2016 për të drejtën e autorit. Në dy raportet e fundit, 2023 dhe 2022, ju e dini shumë mirë, me që e dini shumë mirë dhe ligjin, te këto raporte evidentohet që raporti i shpenzimeve është 37%, nga 30% që duhet jetë. Ju po i referoni raporteve 2022-2023, ndërkohë që licencimi i Alba Autorit është bërë në 2024 dhe është licencuar për 3 vjet. Pra, çfarë do lloj raporti nuk ka të bëjë me licencën aktuale të Alba Autorit. Ato që po mësua nuk janë të vërteta, pasi janë sqaruar. Janë raporto, zoti Muka. Janë raporte. Janë raporte për të cilat do ta zgjidhim se do t'i nisun raportet bashkë me shpjegimet, sepse janë sqaruar më pas. Pavarësisht se unë s'kam qenë drejtor në atë kohë, kam këtë informacion dhe është sqaruar dhe ministria është dakordsuar që ka pasur një problem dhe është okay. Dhe të lutem emrin e kompanisë spanjolle që për monitorimin nuk na e thatë dhe kontratën, nëse mund na jepni këtë informacion, duke qenë se janë të dhëna që lidhen. Pikërisht konfidenciale dhe kjo është nuk më dëgjoj. Jo, zoti avokat, ju thatë që monitorimin e bën një kompani spanjolle. Të lutem, emri i kompanisë spanjolle nuk lidhet me mbrojtjen e dhënave personale, sepse ju nuk jeni private. Alba Autori nuk është privat, Alba Autori është publik. Po je drejtuar komisioneri për këtë gjë dhe do marrësh përgjegjësi. Ligji për drejtën e autorit kërkon transparencë nga ana juaj si OJF, si organizatë jo fitimprurse. Gjë që nuk e keni bërë. Jo, e kemi bërë. E keni të raportet tani, pse kundërshtoni, kundërshtoni raportet në rregull, ky është qëndrimi juaj, e kuptova. E keni transparencën, e keni detyrueshme, një. Dhe e dyta, kompaninë, gjithsesi me që ma përmendët, kompaninë do e bëjmë një kërkesë për kompaninë dhe do e çojmë te komisioneri, sepse ju duhet ta publikoni kompaninë që bën matjen. Ju do merrni përgjigje nga komisioneri, kështu që s'ka problem. Dërgojeni komisioneri. Nëse doni mund të vim t'ju marrim edhe në intervistë. Nëse doni, se mund të thoni që sikur ne i prekëm të gjitha diskutimet, kështu që unë do i dash shpjegimet, ju më regjistruat, ndoshta mund ta përfiloni, që ta merrni informacionin dhe do ta shfaqni, besoj do jeni okay. Zoti Muka nuk dha ndonjë përgjigje konkrete sepse kishte shkelur kufirin e shpenzimeve në këto vite agjencia, ndërkohë që sipas ekspertëve, agjencitë kanë kufi për shpenzimet. Madje ligji numër 8788 datë 7/5/2001 për organizatat jo fitimprurse i ndryshuar, i detyron këto organizata të bëjnë transparencë totale, gjë të cilën Alba Autor nuk e ka bërë. Më e rëndësishmja, në faqen e agjencisë nuk publikohet lista e veprave të ndjekura sipas vitit, ku t'jepet sistemi i pikëzimit, siç e ka AKDIE. Ligji ka taksative detyrimin e transparencës financiare të agjensive për në faqet e tyre zyrtare për të mbajtur të publikuara statutin, organet e tyre vendimarrëse, rregullat e shpërndarjes që përdor agjencia për të shpërndarë të ardhurat dhe mbi të gjitha atë që është detyrim, transparenca për antarët e secilës agjenci, listat e veprave të përdorura në një vit kalendarik.